Ky djalë në fillimet e luftës, në një ditë nëse kishte pushim, vinte në shtëpinë e ne, unë kisha 10 vjet dhe luante me ne gjatë gjithë natës. Në shtëpinë e nana vet nuk kishte mundësi me u kthy, se e shqetësonte shumë. Ndërkohë ishte një vajzë e bukur te Fotoroka, Besa, sot gruaja e tij. Ai u dashuru në fotografinë e kësaj zonje të bukur në vitrinën e Fotorokës. Dhe gjithçka që fliste, se unë isha fëmijë atëherë, mbaj mend që i fliste nanës sime për atë zonjë të bukur. Se si kur të përfundoj lufta dhe kur gjithçka do të rregulloj, do të kthehej e të martohej me Besën. Besën që i qëndroi afër deri në sekondat e fundit dje, përparim Saraqinit, këtij ushtari të UÇK-s, policit tonë të Kosovës që humbëm dje. Mikun tim të familjes, shokun tim edhe të fëmirisë. Ai ka ndruar jetë dje pas një sëmundje të rëndë. Ne kemi qenë në kohë në fazat e tij të kemoterapisë bashk. Ka pas shumë vullnet, një djalë i gjatë, i madh, 2 metra dhe me shumë gaz, me shumë harre, që në fakt dje, jo vetëm mu, po edhe gjithë qytetit e vendit, i dha shumë dhimbje. Pavarësisht lajmeve jo të mira që kishte për shëndetin e tij, ai është pa përdit rrugëve të qytetit tu ecë, por kjo është një prej smundjeve më të poshtra, idiote, që po merr shumë fëmijë, shumë nana, edhe djem, si përparim Saraqini. Varrimi i Pepës, dëgjuesit ton po ashtu, policit ton me radar, është sot në orën 15. Kështu unë ngushëlloj gjithë familjen Saraqini, gjithë shokët, gjithë kolegët policë të Pepës. Babë, ngushëllime dhe ty, se e di që Pepa është rritë në durët e tuja. Besa, i paqmi e gjatë, djemët.